Kryeministri Edi Rama zhvilloi këtë të hënë të 27 tetorit një vizitë zyrtare në Arabinë Saudite. Në një postim në rrjetet sociale, kreu i qeverisë shqiptare ndau pamjen nga mbërritja në aeroportin e Riadit. Ai u prit nga princi Mohammed bin Abdulrahman bin Abdulaziz, zëvendës guvernator i Riadit, pjesë e delegacionit edhe kryetari i Bashkisë Vlorës Elis Halili. Në një njoftim për mediat, zyra përshtype kryeministrit thotë se do të marrë pjesë në edicionin e 9 të Future Investment Initiative, platformës globale që përcakton agjendën e investimeve në botë, që mbahet pikërisht në Riad. Forumi bën së bashku lider politik, investitor global, si dhe inovator, në një dialog mbi të ardhmen e investimeve në botë, gjetjen e zgjidhjeve të reja, si dhe ndërtimin e urave të reja të bashkëpunimit. Rama ka zhvilluar edhe më herët vizitë në Arabinë Saudite, ku është pritur nga princi i kurorës, Mohammed bin Salman. Diskutimet janë fokusuar në rritjen e investimeve të rëndësishme në fushën e turizmit, infrastrukturës dhe kulturës.